Autoritetet më të larta të shtetit shqiptar kanë qenë në Shkodër për këtë ngjarje të shënuar për mbar kombin. Presidenti Nishani, ministrat kabinetit qeveritar, kreu i kuvendit Meta, deputet të parlamentit shqiptar kanë ndjekur meshën e shenjtë në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Mesazhe mirënjohje dhe respekti për ulje për këto martir ishte kryefjale mesazheve të autoriteteve prezente. Është një nga ato ngjarje të cilat të gjithë na duhet të bëjmë të rikujtojmë ato çfarë kemi kaluar si kombë, si popull, por natyrisht na bëj dhe krenar për të kaluarën tonë. Një kaluar e cila është mbushur plot ngjarje që dëshmojnë pikpamjet tona europiane, dëshmojnë përqasjen tonë pranë familjes europiane dhe prandaj sot në emër të kryeministrit ne ishim një grup prej 5 ministrash që morën pjesë në këtë ceremoni, duke përkujtuar me shumë krenari atë çfarë populli jonë ka bërë në shekuj. Syt e besimtarve katolik nga mbar bota, por dhe të besimtarve të Zotit, të kombeve qytetruara ishin sot të drejtuar në Shkodër në këtë katedrale, ku së bashku me qytetarët e Shkodrës, me përfaqësuesit më të lartë të selisë së shenjtë, ndoqën procesin e lumnimit të 38 martirëve të vërtet të kishës katolike shqiptare, martirëve të lirisë. Në këtë aspekt, 38 martirët e lumnuar sot i përkasin pa dyshim besimit katolik shqiptar dhe botror, por u përkasin kombit shqiptar dhe mbar njerëzve në botë që besojnë lirisë dhe vlerave të saj. Vepra, vlerat, qendresa e tyre janë frymëzim i madh për çdo njeri që don të jetojë dhe të mbyll jetën e tij me dinjitet. Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, me shumë emocion për këtë ngjarje u shpreh se sakrifica e martirëve për një vend me një të ardhmë të ndritur vijon ende. Sot mesazhi që jepet përmes martirizimit nga Papa është për të kujtuar këtij populli vujtjet, për të kujtuar që gjithmonë ka mundësi dhe ka shpresë dhe përmes besimit arrihet gjithçka, si një ditë lind dielli, si një ditë ekziston mundësia për ta bërë më të mirën për vendin tonë dhe me u njoftë kontributi atyre që me të vërtetë sakrifikun në emër të gjithçkaje që ishte sulblime për ta. Është një emocion për gjithë ne dhe është ndërim për martirët, për kishën, për të gjithë ata klerikë që kontribuan dhe dhanë jetën për lirinë e këtij vendi, për popullin e Shkodrës, për të qytetarët e tij, për shqiptarët. Të pranishëm në meshën e lumturimit të martirëve veç kardinalit Angelo Amato, i cili është edhe udhëheqësi i këtij procesi, kanë qenë edhe një sër klerikësh të lartë të ardhur nga vende të ndryshme të botës për të nderuar figurën e 38 martirëve shqiptar, të cilët u ekzekutuan nga regjimi komunist.